Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Të ftuarin që ju premtuam pak më parë, as më pak dhe as më shumë se Gjibani! Mirëmëngjes i dashur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pse i Nëse gjeta. e madhe që je këtu, nuk e di nëse ta prishëm gjumin, si ke oraret. Po tash është një shprehje që thot nuk bën dot nder pa sakrifiku diçka. Kështu që kur jep fjalën dikun, tash të paktën minimumi është në një orë nga gjumi. Pastaj edhe ti personalisht, edhe bosi këtu e meritoni, nuk është se nuk e meritoni. Të falenderojmë shumë. Të falenderojmë shumë. Si është rutina Gjiban? Mëngjes. Si është Çdo rutina? të ftuar e pyet si e ke rutinën Si është rutina mëngjesit. Si kam mëngjes? rutinën e mëngjesit. Neve na është ndryshuar shumë. Ti çosh gjën për emision. Unë faktikisht nuk është se jam shumë i mëngjesit, kur zgjohem në herë mëngjes ndjem shumë krenar për veten time, them jam një njeri i rregullt i cili jep kontribut në shoqërinë ku jeton, por nuk është ky rasti në përgjithësi. Mëngjeset më gjejnë duke fjet, duke pushu. Kështu që kjo është rutina e mëngjesit, gjumë. Gjumë, je edhe tip që flet deri vonë natën? Jam tip që rri deri vonë. Flet deri vonë natën thashë? Po. Rri deri vonë natën, po Po, çfarë rri- bëhet kështu? Kur zgjohesh mëngjes? Okej. Unë faktikisht e kam pas këtë, besoj gjithë brezi im, jam i lindur në 81-shin, gjithë brezi im e ka pas këtë biles shumë edhe e kanë këtë guilty, këtë ndjesinë fajt. bëj diçka gabim, po Ë? e fajt që po nuk u zgjove në mëngjes, edhe të punosh, të kesh diçka stabil, po në Suedi më hiku kjo, domethënë në kontakt me vendalit aty, ata e kishin që ku e ndjeje veten më mirë. Ore, dhe ashtu duhet. Nuk ishte nuk ishte thënë që duhet se s'bën që ti ishe i rregullt dhe njëri domethënë i saktë për shoqërinë ku jeton se s'bën të zgjohesh në mëngjes, mund të zgjohesh në treg edhe të vazhdosh një turn tjetër. Pastaj çfarë thonë pilotët e stuadierëve, të cilët Shiko, në Suedi ose në këto vendet nordike edhe nëse nuk zgjohesh fare, shteti mendon për ty, por në Shqipëri duhet vraposh janë 25 orë në ditë. janë fjalë të mëdha këto që shteti mendon për ty, po nuk u zgjove fare. Nuk është ashtu, ë? Jo, nuk është ashtu fare. Duket sikur janë shumë social prandaj. Jo, ata pretendojnë se kanë një social-demokraci, Po. edhe që komuna është ajo që, me thënë drejtën, domethënë ndihmon e bën, po nuk janë gjërat fikse ashtu. Ekziston një segregation, një ndasi, një luftë klasash, po të mos jesh sikur janë ata, ose sikur shteti don që ti jesh, ose sikur bizneset më mirë le të themi, Po. se shteti aty funksionon si një motherboard për bizneset që të integrojnë e të funksionojnë, po nuk je ashtu të ndajnë, të nxjerrin nga shoqëria, të lënë më Të njëjtë. lënë me asistencë vetëm 4000 euro në muaj ka vetë. Jo, nuk janë. As janë vërtet ato, janë legjenda. absolutisht nuk Janë legjenda, po dalin Absolutisht vit nuk për janë, vit. janë maksimumi diku deri 6000 korona, domethënë 600 euro le të themi për qiranë e shtëpisë, edhe 500-600 euro pak a shumë, domethënë 5.000-6.000 korona 1200 tjera. euro. Po për shpenzime jetese. Një pag mjeku. Po që mund bësh një jetë minimale fare. Minimale, po në minimale, minimale, fix, siç e thamë atë, eksakt. minimale. Pse po merrem kaq gjatë me Suedino? Ore, Po e çova unë muhabetin te Po, Suedia. po ta heqim o ta çojmë tek ty, ë? Le ta heqim. Ta çojmë tek ty. qa bëhet këto kohë, nuk të kemi parë në ekran, të kemi parë her pas here në intervista. Kemi ndonjë projekt që Shiko tani varet se çfarë ekrani shikoni ju. pra. Nëse shikoni ekranin e Top Channel, sigurisht që nuk më keni parë, Jo. Okay. sepse më kanë menjanu, qysh me Bigun. Të kanë menjanu ata apo është një marrëdhënie që është larguar nga dyja palët? Jo, ata më kanë menjanu, ata e kanë pas forcën në këtë relat, unë po të isha ai që menjanonte, nuk të kisha marrë pjesë te Bigu. Ata e kanë vendos. Jo, them pas Bigut, ë. Domethënë thash mos ishte Pas reciproke. Bigut po mënyra pastaj Ah, gjithë është gjëja gjithë si eksperjenca, nxorën një që. herë me zarfzie, pastaj nxorën pa më dhënë ilaqet, isha i smurë, s'ma as ilaqe. Më thanë shqelmin të smur babi, hika. Ishte vërtet ajo historia. E vërtet ishte, po ilaqet s'mi dhanë. S'kishte pse të ma thonin ashtu si ma thanë, ma kishin thënë pak më para, jo në prime. Një mjetë sa gjëra, ata më kanë menjanu, ata më kanë fut lirëzes, por jam në ekranet e disa art darsve ose muzik darsve, cilët më dëgjoj muzikën, kam qenë prezent në tregun muzikor, kam qarkullu Albulenën në ripërpunim me Eduard Sokolin, kam qarkullu Harem quhet me Eric Loshin, që janë të fundit fare. Po.
Pastaj edhe pasi kam dalë nga Bigu sigurisht e kam çakullu të paktën një 10 këngë me videoklip. Po vetëm kohët e fundit, pres punë javë del një përpunim, po. Remake rap i Zeshkanja ime i Velisa Hitit. Kam pastaj një disk që del të dielen nga Johnny Black Entertainment, po disk. Disk kujt po? Ledionit edhe Topit. Po i bën Ledionit e to? Po. Disk sepse më kanë bënë një tim shumë tumë të Top Albania Radio, pasi ju bëra thirrje mirëditorëve dhe Dibrandëve që të bojkotojnë procesin e televotimit të këtij Big Brotheri, sepse nuk u ndërmor asnjë masë ndëshkuese për banoren e cila me patrupsinë më të madhe, me ignorancë, ajo është thjesht ignorante, nuk e bën nga nuk duke sigurisht e tendencioze, nuk mendoj se tendencioze. Rudi çfarë po bën tani avokatin e djallit? Si nuk ishte tendencioze. Mirëditorët janë besprema, më parë t'japin gruan se sa besën. Ç'është kjo? Mirëditorët nuk t'japin as gruan, edhe as besën që se nuk e meriton ta kesh. Qartë, i kemi përmend. Dhe ju tërhoq vëmendja, e di se e ke përmend, prandaj po them çfarë bën avokatin e djallit. Ju tërhoq vëmendja dhe vazhdonte në të sajën. Ma tallën këngën të dua, që është kënga që është logo imja, nuk kishim pse e bënin. A vazhdon e shëndra me sy hapur. Pastaj Api Bar. Domethënë morën u bën pal me Rrugaqin që më pyeti në një live timi në Instagram Api Bar. Domethënë imagjino se ku nëse isha ky njeri që përfaqësohet, po sigurisht që Topi për me më ka dash, është momentin që më kanë ftu ke Bigu, se nuk më kanë ftu për një burr të mirë. Edhe më kanë dash për me, ju ka dalë nga parashikime që ky Rrugaqi ose ky rap artist janë alfabet, siç e kanë mendu këta akademikët e mëdhej. U ka dalë nga parashikimet, nuk ka qenë vetëm për meme, por ka qenë edhe për të ngritë zërin për çështje sociale apo për të mbrojtur veten e tij apo krahinën e tij. Edhe janë përpjek të u përpoqen të mulin. Me që u përpoqen të mulin, edhe unë ma thash 2-3 gjëra me një disk që ju kam përgatitur. Megjithatë, le të flasim për gjëra më të mira. Ekzistojnë, jo megjithatë do thush diçka dhe do ta lësh ashtu. Kjo nuk pëlqen kjo megjithatë. Mendon Xhiban se po jetojmë në një kohë kur arti, muzika dhe kënga nuk mjafton më produkti, po artisti duhet bëhet personazh në vetvete. Është më se e vërtet, po nuk ka mjaftu asnjëherë. Asnjëherë nuk ka mjaftu, sidomos në pop kulturën, që është më e dukshme për arsye se është dokumentuar më shumë, kur nuk ka mjaftu arti. Gjithmonë ka qenë një histori tjetër nga mbrapa, ose ka qenë një këngëtar apo aktor të cilin e ka pas edhe pse mashkull e ka pas dashnore një mashkull tjetër dhe i ka dhënë mundësira, ose ka qenë një femër që e ka pas dashnore diku, nuk është se ka qenë gjithmonë me meritokraci kjo gjë, ose kanë funksionu nepotizmi edhe interesat e bizneseve të ndryshme apo partijake. Asnjëherë nuk është se ka qenë meritokracia. Na qeverisin, jo vetëm Shqipëria, absolutisht. Na qeverisin mediokrët në mënyrë botërore. Ti mund ta shikosh edhe me cilësinë e diplomacisë të politikës që po prodhon këtë moment aleati ynë më i fortë edhe le të themi shteti i cili përfaqëson më së miri perëndimin, Amerika. Domethënë nuk është se kemi ndonjë lloj le të themi cilësie as në politikë, as në art, në asnjë gjë. Sidomos po ta shikosh për shembull që duket më së miri, vitet nga gjysa, nga 50-qari i dytë i viteve 2000, edhe deri ditët e sotme, muzika dhe filmat që po prodhohen në përgjithësi flas, absolutisht që ka përjashtime se ja dele. Po, patjetër, gjithmonë. Por po prodhohen janë gjëra mediokre, janë gjëra këtë duan t'i japin masës. Po këtë duan t'i japin. Nuk është se domosdoshmërisht se unë takoj njerëz që më thonë, o vlla, jo muzika juaj ka qenë më e mirë, ka pas shpirt, ato tekstet e juaja kanë qenë më të mira, kanë pas shpirt. Nuk është se nuk e din njerëzit më. Po. E din njerëzit edhe si vjet. Thonë, o vlla, çfarë ishte ky Bigu i si vjet, shumë thonë. Çfarë ishte më, çfarë bën si vjet? Një kopjim, ma thonë njerëzit, nuk po e them unë. Një kopjim të shëmtut të çan ndodhi vjet edhe që të pjesës agresivitetit, a kupton? Edhe që ju e kishit organike, kishit bio këtë gjën. Domethënë, sa shkon edhe degradon sepse bizneset përpiqen gjejnë formula të thjeshta. Kuptoj, përpiqen gjejnë formula të thjeshta,
Edhe tani mendojnë se okay, do t'japim publikut të gjën. Pa derisa publiku krijon ato pakënaqësitë e tij dhe shkon diku tjetër, se asnjë gjë nuk të garantohet për gjithmonë. Po Gjibo, ti në të gjithë ekzistencën tënde, në fakt nuk është herë e parë që të intervistoj, ne kemi folë për këto tema, megjithatë kam përshtypjen për një publik që Fare forever, best podcast on town. Thanks man. Por tani në këtë moment të jetës tënde, nga buron frymëzimi për të bërë muzikë? Është vjen nga pjesë të errta, vjen nga pjesë revolte, vjen nga pjesë pakënaqësia, apo vjen nga shpresa, nga dëshira për të dhënë një mesazh tjetër, do të thënë, apo është një kombinim? Si funksionon tani? Është kombinimi i gjitha këtyre, edhe pjesë të errta sigurisht që luajnë rolin e tyre, edhe pjesë e shenjta për mua siç janë koncepti i familjes, edhe të ndihmoj edhe t'jap një kontribut edhe në familjen time, po të gjakut, por edhe me ndihmë të Jezu Krishtit edhe në familjen time të ardhshme. Sigurisht edhe pjesë të errta, pjesa hakmarrjes ose shtasa brenda meje, nevoja për të rënë sy të partnerëve të mundshme seksuale. Gjitha këto sigurisht. Si je në këtë sektor tani, Gjibo? Me partnerët seksuale. Me partnerët në tërësi, se domethënë ti do ta çosh biologjikisht, në sensin me partner e ren, ose je me një partnere, je në një lidhje, je i dashuruar. Jo, nuk jam i dashuruar, mbas bigut pata një histori tjetër dhe shëqyr Zotit u çlirova nga kjo idiotësia e qenit në dashuri. Po pse morë? Sepse është idiotësi. Ti qeni në dashuri është idiotësi? Sidomos në Shqipëri është idiotësi. Sidomos pse pikërisht në Shqipëri? Mashkull 44-45 vjeç siç jam unë, me backgroundin që kam unë. E gjitha është idiotësi sepse nuk ekziston dashuri për mua, këtu s'ka dashuri për mua këtu. Në Shqipëri thua, specifikisht apo? Sidomos në Shqipëri, por në përgjithësi unë nuk shikoj të ekzistojë diku dashuri për mua, nuk kam gjetë diku dashuri. Kam gjetë interes, nuk mendon se mund të ketë një respektive tënde në një gjini tjetër? Tipit nuk mendon se mund të ketë një gocë që mund të ketë një background shumë të mirë, që mund të ketë idealizëm, mund të ketë shpirt artistik? Apo thjesht nuk ka rastisëm? Unë nuk shkoj dot me ç'a mund të ketë. Unë e gjykoj botën ku jetoj me qa ka. Një temë fakt që ka bërë shumë debat është ngjarja që ndodhi midis Gjestit dhe Onimas. Ka bërë shumë debat në Kosovë dhe shumë artista kanë dalë në mbështetje të Gjestit. Ti personalisht ç'a mendimi ke për, më thoj za si fenomen, flas gjithmonë për artistët dhe studiot, mënyra se si bëhet menaxhimi i artistëve nga studiot. Qa opinioni ke? Është kaq e komplikuar që të kesh një marrëdhënie të qartë, domethënë? Besoj se duhet të ekzistojë transparencë në kontratat që u jepen artistëve, për se sa lek po investohen dhe sa lek kërkohen pas, që të ketë mundësi enti regulator i institucioneve financiare të tipit banka, të ketë mundësi të jetë regulator për përqindjen e fajdes. Sepse këto kompani ofrojnë borxhe me sa duket. Nuk ofrojnë ndihmë të pakushtëzuar. Këto borxhe duhet të ketë mundësi shteti edhe të ketë një edhe publiku i gjerë të jenë transparente, të ketë një të thënë, të ketë mundësi të rregullohet. Ç'është diçka në Shqipëri është e rregulluar, domethënë tregu në këtë sektor apo ka probleme? Në Shqipëri u bë e madhe sepse doli banka e parë në internet. Jemi shumë larg të qenit të rregulluar. Okay. Kur bën lajm fakti që del një bankë në internet, po sigurisht. Për sa i përket ta kalojmë prap tek prap tek arti. Ç'ne që ke marr rikthim, domethënë ke bër remake, ripërpunime të këngëve të vjetra. Mendon se është një industri ose një zhanër tashmë që ka interes të madh, apo ti gjen veten kishe dëshirën që ti riktheje, je i lidhur me ato këngë, me atë muzikë, me atë epokë? Jam nga të parë që kanë bë, qysh me vallën e Shqiponjës, kemi marrë vallën e Tropojës, më pas me Gushë Bardhën. Edhe është diçka që po bëhet, edhe përveç faktit që po bëhet, është në kulturën e hip-hopit. Qysh se kam qenë i vogël, ose më mirë me thënë i ri, këngët që kam dëgju, kanë ekzistuar remake të këngëve tjera të famshme,
Kështu që Pse jo? pse jo? Pse jo? Është disa herë sigurisht që më e mira e të mirave do ishte të kishim qasje edhe mundësi që koleget apo kolegët të cilët e mbajnë hunën lart të kemë mundësi të bashkëpunonim me to, mirë po në pamundësi për të pas një vajzë, a një djalë, a një burr, a një gru për të këndu diçka nga fillimi, detyrohemi shumë herë marrim zërin edhe E qartë. Okej. E qartë. bëjmë sampling. Po sampling është teknikë që është përdorur nga producentët e hip-hopit që është në fillimet e në gjenezat e këtij zhanri, kështu që nuk është një gjë. A ka ndonjë artist, ndonjë autor në Shqipëri që do doje të bashkëpunoje e nuk ja ke dalë deri më sot, po e ke fiksim valla, thua. Artist apo autor? Po artist ose autor? Interpretues apo autor? Autor ose interpretues? Po zgjidhi dyja, mund të më thuash dhe të dyja. Se thash njërin ose tjetrën. Meqense fola për gjithë industrinë. Nëse autor, u përpoqja të kontaktoj Piro Qakon për të marrë leje për muzikën e tekstit Agim Doçit, mos ja u prishin lumturinë, mos bëj gabim, po mos ja u prishin lumturinë. Ai duam lumturinë, që ka këndu Parashivisi Magu për herë të parë, pa ta shkruajti këngë për nënën time, edhe te refreni kisha menduar të via sample ose të rikëndoj kjo fjala nën kudo në botë, zgjon në zemra dashurin, mirë mëngjes jetës i thot se nëna linjerin, paka shumë kështu. Edhe u përpoqja ta kontaktoj, nuk mu përgjigj, po nuk është se nuk ja kam ndal, nuk u mora më, u përpoqja ta kontaktoj edhe kaq. Ndërsa për sa i përket interpretues janë shumë, ato po thoya edhe parë, që janë shumë, po nuk funksionojnë me kriter që do dali diçka e bukur, funksionojnë me kriter sa klikime do marri, sa klikime do kem mundësi unë të blej, sa klikime do kem mundësi ata të blejnë. E ka prish klikimi industrinë në tërësi thua? Jo, më nuk armët nuk vrasin njerëz, njerëzit vrasin njerëz përmes armëve. Klikimet nuk kanë prish asgjë, teknologjia do eci, se ne nuk mund të rrim në shpella. Me që foli për po teknologji. janë varet se si e përdorin njerëzit. Edhe është mendësia, është një neokapitalizëm shumë i egër, sidomos në Shqipëri, ku çdo gjë është për hir të përfitimeve financiare. Edhe mendojnë, po nuk është dritë gjatë kjo gjë që bëjnë, nuk është afat gjatë. Nuk është, po e shikoj se nuk është. Me edhe që në folëm bashkëpunimet e tyre. për teknologjinë, po bëhet shumë e përdorur inteligjencë artificiale. Gjen shumë njerëz që po prodhojnë muzikë, po prodhojnë tekste me inteligjencë artificiale. Çfarë mendimi ke për këtë fenomen? Para se të kaloj te inteligjenca artificiale, po thoja që në Shqipëri ekziston një neokapitalizëm shumë i egër, ku çdo gjë është për përfitim, nuk është afat gjatë, edhe besoj se artistat kanë humbur busullën morale. Për sa i përket inteligjencës artificiale, është pjesë e jetës. Po a nuk bën sens se muzika arti është po. Më le të përgjigjem. Po do ti jo burlej njerëz do burë, ka zakon interpretu. Po. Inteligjenca artificiale është një database, një bazë dhënash ku merr nga Rudi, merr nga Bani, merr nga Mateo, merr nga Mateo, krijime, i fut ai database-i, edhe kur shkon pastaj Mario, cilën e përshëndesim, kishte marrë malli, kisha vite pa e pa, që në 2022. Futet Mario aty dhe kërkon, thot, du një këngë, e cila tjetë, le të themi, nga Shqipëria viteve 2026. Në Shqipëria viteve 2026 ishte Mateo Rudi Bani, nuk thot dot për arsye jurisdiksioni, për arsye juridike, nuk thot dot du një këngë si të Mateos, si të Rudit, a si të Banit, por thot të gjën me keywords, edhe është thjesht një riprodhim. Është një mundësi aty nëse njerëzit shiko prap. Nëse njerëzit ngopen me inteligjencë artificiale, ata që ngopen me inteligjencë artificiale, ata që ngopen me video të rreme, ata që ngopen me lajme të rreme, ata le të ngopen, aq meritojnë. Nëse nuk e ndjejnë dot se diçka, një fjalë thënë në shqip me theks anglisht, ose me theks tjetër, ose me rrokje të përgjysmuara, të thëna gabimisht, nëse ju bën kjo gjëja, le ta marrim, le ta hajnë, le ta konsumojnë. Është një lloj
pornografi artistike, një të vetë kënaqesh, Vetënaqesh. pa e përjetu edhe në përgjithësi e gjithë kjo procesin krijues, e gjithë kjo gjëja me të mos vajturit në evenimentet ku artisti performon, e gjithë kjo gjëja, edhe është lidhur se s'bën, por me shku ke një artist, se s'bën duhet shkosh diku dhe të pagush një shishe. O dha, duhet shkoj të dëgjoj filan artist, vetëm du të ulem dikund me shoqërinë time, të them Rudi do dalim, do shkojmë, hajde shkojmë. Ke mundësi ta dëgjoj. Pse duhet shkoj të paguaj një shishe të shtrenjtë? Po sigurisht, po. Nuk më bën sens. Nga kjo anë pëlqen më shumë ajo periudha atëherë ato vitet që mbrëmjet bëshin 12 drekës. Koncertet bëjnë në orën 12 të drekës. Tani je i detyruar, se s'bën duhet me dal fillon gjëja në orën 12 të natës, 1 të natës. Po pra për ne që duan të flem që Po, zgjohemi du në me mëngjes flet, për shembull. du me shiu muzikë. si bëhet? Po pra. Shumë pyetje klishe mund të jetë kjo, shumë e thjeshtë, por jam kurioz, reperi më i mirë shqiptar sipas teje. Gjibani, Ato ftesën e dia e prisja që mund të thashë një gjë shumë mirë, po pas teje. pas meja. Janë shumë. Një që do shumë. zgjidhje, që do ta veç. Shiko, kjo është subjektive, është personale, është shije. Unë e di që ti mund të kesh shumë njerëz që i pëlqen. Albanians, Don Phenom, Noisy, nga Shqipëria po them. Shqipëri. Nga Shqipëria, prit kush tjetër. Po këto tre emra për momentin, se s'po më kujtoj. Fenom, Albanians, Don Phenom, Noisy. këta të tre. Okej. Pa. Kush mendon po reperi më i mbi vlerësuar Ku? në Shqipëri? Më i mbi vlerësuar. Gjibani prap. Do na thuash një tekst? Po, do ju them. Hajde një. Vazhdo flit. Ja, sa ta gjej tekstin. Do them tekstin që kam shkruar për mamin tim. Shumë e bukur, hajde. Them gëzuar festën këto vargje janë për ty, po i shkruaj ti lexosh sa herë që nuk jam aty. Nuk kam dhurat të shtrenjtë, jo se nuk ja di rëndësinë, po i prisha gjitha paret tu kërku për dashurinë, me gjet një vajzë të mirë, me ta gëzu shtëpinë tu ndorru për atë ditë që do ma përqafoje fëmin. E nëse shan dikush, e nëse shpiv dikush, për ty apo për mu të lutem fale idiotin. Ashtu siç bën për herë kur stuhi të prishin motin, tregohu e fortë dhe vetëm liu Zotin. Isha tu thonë se jam mirë, nuk dorëzohem, se e di që je aty, sa herë vritem edhe rëzohem. E sa herë digjem nga njerëzit dhe përvëlohem, je munduti shumë herë me ma thënë po ishte kot. E nëse i kam bërsh dikuj, ajo je ti, që ma dhurove jetën e më solle në këtë botë. Edhe këtu doja të fute kjo, fjala nën ku do në botë, si në zemra në shurin me radhë. Strofa e dytë, nuk du me fol me fjalë të mdhaja, se para teje jam i vogël. Më ke mbroj kur musulmon të krit dunjaja, ke bë të pamundurën, ke bë globin Google. U bane shok, guzhinjere edhe lodër, për mu je bë pastruse, refugjate edhe motor. Je bë mësuse, avokat dhe doktor, për mu je bë tabel, sa her të kam bë hor. U bane bab sa her që babi mungote, ja ke tregu vendin cili do që më ngacmote. Akoma kësaj dite nuk i mbaj shpresat e arma, se sa her kam shpëtu, ka qenë vetëm lutja jote. Miru i djemt, e di se kështu thote, e di se kështu ishte, edhe pse nuk u dëgjote. Zonja Zotrinj. Do tërkitje, asë gjë, jo sa Zotrinj, du vëtë. Në qoftë se nuk duar drogas një bi që ka ngel pa fjalë, Xhiba. Ja, do tërkitje, se e di pse? E di pse? Ti e ke mirë, po nga që jemi në radio, se mirë e keti. Po nga që jemi Nuk duket, nuk duket dëgjohet. se ngele pa fjalë, duket që okay. Po shiko, edhe heshtja dëgjohet Xhiban. Jo në Shqipëri. A thua? Jo, Kjo duhet të bësh e bukur është filozofike. Dhe jo në periudhën në epokën që jetojmë. E ti themi, ti lexojmë një gocë të pyesit Xhibanit. Po. Ha? E lexojmë se kemi kush na dërgojnë mesazhe. Nuk është për ty, është një mesazh që na kanë dërguar neve, por duam momentin tënd se ti ke mendim na pëlqen. Jam në një lidhje për 2 vite thotë kjo goca. Unë s'kam asnjë shok kurse ai ka shumë shoqe. Madje flet me shumë përzemërsi, komplimenton, mos flasim për likes janë vuthët. Kur ankohem justifikohet duke thënë se jam shumë dramatike. A është kjo normale? A mund të ketë një çun shoqe kaq të ngushta? Sigurisht që nuk është normale. Sigurisht që ky është një djalë i cili është i pangopur nga ana biologjike në atë marrëdhënie. Vajza duhet shikoje, vajza që ka pyet duhet të rishikoje pozicionin e saj, edhe nëse kjo lidhje e motivon të bëhet më e mirë,
apo thjesht e sjell në një depresion edhe në një pozicion që nuk kalon mirë. Nëse ajo nuk kalon mirë edhe nuk po bëhet më e mirë përmes kësaj lidhje, po është thjesht një third wheel, si më thënë gomë rezervë, sigurisht që i rekomandoj të largohet shpejt e shpejt edhe të japi mundësinë një partneri tjetër i cili do ta çmojë më shumë. E morë mesazhin nga Xhibani, ja kështu Po. shkruani të vjen dhe komentet nga Xhibo. Xhiban, e di çfarë do doja prej te? Do doja që nëse do kishe pak rreshta për shembull, që ta thoje gjeneratës së re shqiptare. Cila do të ishin ato? Për ta mbyllur. Shishi ke një tekst Kështu patjetër. Ordro. Për gjeneratën e re, për të shkuar drejt mbylljes, një tekst nga Xhibo për të vënë për të reflektuar pak mas. Okej, faktikisht faleminderit audiencës që më don, nuk u flas për Supermanin, po për jetën që jeton. Prit. Po. Ma paguajnë rrogën mujore nga YouTube, ja beson, me që organizatorët më nxorët herët në pension. Ti që kënon me inat dhe ofendon, kam karrierë 3 dekada ti vetëm për një sezon, dalin senet pa unie, pa bërxhum në përstacion, vetëm kur një gjohet krisma e shpërthen si eksplozion. Tashi po komenton, po jep një opinion, bahu si kur ishe thu po koha po kalon. Nuk thehem mbrapa mate underground, ja kupton, tash jam plak du Range Rover, Mercedes edhe avion. Kjo është për gjeneratën e re. Po ta them dhe strofën e dytë, po deshe. Po, je që je thue. 3000 veta live te YouTube çdo moment, tu mor pare çdo sekond, a thuma një për një koment, e kam zgjedh jetën e thjesht, më pëlqen me mu marrment. Ti ishte repi politik, do isha president, këta i dun vipat zagar, me u hongër si kur qent, brezi im quhet Arban Alban Arbër edhe Gent, kur i thu vargjet e mia të freskojnë si trident, i vërtet 100% se jam real 100%. Gjepi tim si vjen mo era dulient, prap se prap ditë e natë tu punu jam vigilent. Xhiban, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne. Faleminderit që ishe. Faleminderit nderisht i imi. Unë uroj vetëm suksese në gjithçka do. Dashuria nuk ekziston. Dashuria nuk Dashuria ekziston. prindërve për fëmin. Dakor. Apo të fëmijës për prindër. Dakor. Mrekulli, ne do të bëjmë një shkëputje të vogël, rikthehemi pas pak, mos u largoni.